Ferma VIP 3 ka nisur këtë mbrëmje me një energji që nuk lëvën për dyshime. Ky sezon nuk është thjesht vazhdim, është një reset total i formatit. Në moderimin e Arbana Osmani, një nga figurat më të forta të realityt në Shqipëri, spektakli rikthehet me ambicie të qarta për dominim. Vetë rikthimi i saj në ekran konsiderohet lëvizja më strategjike e këtij edicioni, duke e zhvendosur menjëherë peshën e formatit me një tjetër nivel. Sezoni i tretë vjen me ndryshime konkrete, transmetim i zgjeruar në disa platforma, përfshirë edhe live streaming online, çka e bën ndjekjen pa kufi për publikun shqiptar kudo në boll. Një tjetër upgrade është infrastruktura, 24 VIP-a, mbi 100 ditë izolim dhe 10 kamera që regjistrojnë çdo moment. Në panelin e opinionistëve, kombinimi është i qartë, entertainment, influence dhe debat. Emra si Ermal Mamaçi, Angel Shkira dhe Armina Mevlani japin një mix që synon jo vetëm analizë, por edhe narrativ. Nga ana tjetër, kasta e fermerëve, me emra si Soni Malaj, Mimoza Ahmeti dhe të tjerë, premton konflikt, histori dhe dinamika që zakonisht realityt i ndërtojnë me kohë, por këtu po shfaqen që në start. Ky edicion nuk po tenton të jetë thjesht show i radhës, po pozicionohet si format që vendos standardin në një zhanër ku konkurenca praktikisht mungon. Me pak fjalë, Ferma VIP 3 nuk po hyn në garë, po e dominon që në nisje.